Burri m'akuzon në moral pa fakte. Më kalon me 2 fëmijë të vegjël, nuk punon tanë ditën, rrugëve jam në hall. Kam frikë se asun nuk mund të bëj zgjidhje me ndonjë përgjigje të caktuar, sepse puna pas ka deri që aty që nuk bën dobi asnjë fjalë. Motor bjeri vetit mas. Bjeri vetit mas. Mos e shkatro ma shumë vetën. Nuk ka zgjidhje këtu përveç kurorëzimit. Më vjen keq me e thonë, as nuk du që të bëhem sebeb për diçka që mund me të kushtu ty. Por nëse ti ke alternativë më të mirë, mos më nga mu, absolut. Allahu ta letoft. Le të jetë mësim për gjithë juve që ndëgjani këtë video. Aman mësim e një bre, në qafë vajzat e huja, Zoti ju zotë, stakfirullah, s'po du më thanë Zoti ju vrave bre, që i merë një qafë, qikat e huja, e me ka 2-3 fëmijë, e për me arsuetu idiotlëqet e veta, qonë edhe i akuzojnë moral pa kur farfakti, e tjerë. Oj motra, oj vajza, keni kujdes edhe ju kanë po e merne, se qështu ta ban, kur është idiot, qështu ta ban. E pastaj, qysh me trokit në dërtë babës e të nanës e të vllaznive, kur ja ke hangër shpirtin, e kur je quje martu, edhe ke thonë, unë vetë që ta e du, unë des për ta, unë e shpirtë e kam, unë ta njetën, menoj veç për ta, unë jam martu me ta, jam mëz vetën, ke thonë që se o, ma brebi se së në regullaj, ja, ta shkur për ndodhin këto sene, me gjitha ta prap të rëkit një ndyrë të babës të uj, ndyrë të vllaznive, se ma shumë sa ata që dojnë nuk ju do kërkush në botë. Në bashkëpunim veç me familjen, si fejesa, si martesa, si shkurorëzimi, si çdo sen, në bashkëpunim me ta. E di se mund me thonë dikush, jo baba jam kështu baba, na po flasim në përgjithësi si origjinë, si natyrshmëri, baba, familja, nuk ja kthejmë shpinën vajzës vetë. Janë vajzat e gutshme treja që marrin vendime pa miratim të familjes edhe vjen deri këtu. O Zot na përmirëso, o Zot na përmirëso, o Zot na përmirëso. Nuk e meritojmë na si popull shqiptar me pas këso gjana, kësi probleme. Nuk jemi në atë nivel të degenerimit, por për fakt keq. Tjetër kush i ka prun këto budallakin mesin tonë, e tash po i